Listat me emrat e zgjedhësve tashmë janë afishuar në çdo qendër votimi, një pjesë të cilave janë institucione arsimore. Edhe pse qytetarët tregonin indiferent, ka nga ato që interesohen për emrat e tyre. Një pjesë e qytetarëve nuk e dinë se ku do votojnë, por ka edhe për atyre që janë të qartë me këtë proces. Ja, se di se sa marr për atë punë. Po tjetër që do të votoj, kam në lagjen Partizani. Kam dokument. A kena dokument, në i bin në shpi, a kena me shku me votu. Jeni qartë si me ta? Po marrë borë. Se di se ku. Pasha zote nuk di gjatë se ka marrë për Italijet. Do votoni? Qef kisha, po ku se ku nuk di. Ku është qendra? Ka nej po qësi? Ja. E 15 herë që votoj kështu që. Një mundësi tjetër për të kontrolluar vendin e votimit është edhe përmes portalit i Albania. Ndërkohë një ditë më parë, Bashkia Shkodër njoftoi mbi ndryshimin e disa qendrave të votimit. Zgjedhësit që do votojnë tek shkolla ndërmjeta janë zhvendosur tek zyra e punës, ndërsa zgjedhësit që votojnë tek shkolla Koli Dormeno do votojnë në ambientet e shkollës 30 dhjetori.